Po. Kemi pasur vazhdimisht sinjale të tilla që do bëhet nami, madje Vučići Dodiku kanë organizuar festa me t-shirta bashkë me Sheshelin se si do të shpëtoj Serbia nga detyrimet e veta kur të vjen presidenti Trump. E kemi parë që Amerika shumë më e madhe se sa dëshirat e Aleksandar Vučićit, por natyrisht që Kosova si shtet i përgjegjshëm, si shtet demokratik që synon një fqinjësi të mirë, i përmbush zotimet edhe obligimet e veta, por obligimet që i ka Kosova nuk janë vetëm një kafshë. Prandaj ne qëndrojmë mbas marrëveshjeve që janë lidhur. Ne jemi përpjekur gjatë tyre 5 viteve të zbusim shumë prej gabimeve, të cilat konsiderojmë që janë bërë në të kaluarën me marrëveshje të dëmshme kundër interesit Kosovës, qoftë ndryshimi i kufive, qoftë asociacioni i vitit 2013 edhe 2015, mirë po ne nuk mund t'i bëjmë inexistente ato. Kemi qenë, po e them tash pa modesti sepse jam duke u larguar nga ai pozicion, kemi qenë goxha të suksesshëm mos të bëjmë gabime të reja, edhe gabimet e bëra t'i zbusim duke i futur në kallëpe të reja dhe në formate të reja. Ne s'kemi asgjë kundër marrëveshjes në Bruksel dhe të Ohrid, për aq kohë sa ato obligime që ka Serbia. A mendoni që është e vlefshme edhe më tutje? Po shikoni, Serbia e ka tërhequr komplet edhe me shkrim. Me shkrim se ka vendosur asnjëherë në shkrimin. E kam fjalën e ka tërhequr edhe me shkrim letrën e Brnabić kur ka qenë kryeministre. Prandaj ne nuk kemi asnjë arsye as të jemi nervoz, as të jemi të shqetësuar nëse kjo temë vjen përsëri në tavolinë, sepse ne kemi treguar qartë cilat janë obligimet tona, ku qëndron gatishmëria jon, por ka kaluar koha kur Kosova i përmbushte 99.999% të zotimeve, ndërsa rinte dhe shikonte pa lëvizur se si Serbia nuk i përmbush as 10-11% të tyre. Pra, nëse bashkësia ndërkombëtare, nëse partnerët tanë, vërtet edhe asnjëherë nuk kemi ndalur së thëni që nuk ka zgjidhje pa njohje të ndërsjellët. Unë jam shumë e lumtur që në administratën e re është kthyer tok fjalëshi zgjidhja përmes njohjes. Për shkak se mos harroni, kemi pasur emisar të ndryshëm që vinin në Kosovë, na thonin 48 orë i keni edhe t'i bëni. Në atë moment që një popull dhe një qeveri e cila është e zgjedhur nga ai popull për të mbrojtur interesat e saj, lufton për të arritur maksimumin, ajo qeveri gjithmonë ka për ta pasur respektin e partnerëve ndërkombëtar. Qartë, po si do të bëni zonja Gërvalla që ta riktheni dialogun strategjik të pezulluar edhe më tutje nga Shtetet Bashkuara? Unë mendoj që kur të krijojnë institucionet e reja, kjo temë ka për të marrë vrudh. Ato nuk kemi pasur çfarë të rikthejmë, sepse ato dialogu strategjik nuk ka filluar asnjëherë. Po është i pezulluar. Dialogu strategjik ka qenë një synim që Shtetet e Bashkuara e kanë me Kosovën, por edhe me shtetet tjera të rajonit, dhe në një moment caktuar është pezulluar përgatitja e mëtejshme për atë dialog, mirë po duhet ja u them që ai dialog strategjik është komplet në fazat fillestare të planifikimit. Po e qartë, por është i pezulluar si akt. Unë mendoj që institucionet... Dhe kjo ka qenë si qëndrim politik i ambasadës. Institucionet e reja, unë jam vetë ministre punëve të jashtme, ambasadat janë shumë të rëndësishme. Shumë janë të rëndësishme ambasadat. Sidomos ambasada amerikane. Por kryeqytetet janë edhe më të rëndësishme. Se çka do të thotë kjo, ka dallim këtu me ambasada dhe me Washington? Tani ju po e thoni këtë, unë nuk po e them. Unë po pyes. Mirë, po unë nisem nga përvoja ime, instruksionet që marrin ambasadat nga unë për procese të caktuara, natyrisht që nuk e reflektojnë mendimin individual as të ambasadorit, as të stafit tjetër, mirë po janë qëndrime të cilat ne i transmetojmë, por jam shumë e bindur që kjo strategji që kemi pasur e forcimit të partneritetit, jo vetëm në sferën e sigurisë, por sidomos siguria dhe ekonomia me shtetet partnere kryesore të Kosovës, ka qenë strategjia e dur e cila